Po ne si shoqata dalën nga lufta, presim pa dërjen fundin, muajin. Pa dërjen, gjitha shoqatat, triget. Prokuria kjo gjykat pi fillimi deri në fund, deri me ditën e mërkurës, ka gëny, ka shpif, ka montu, ka morë njerëz të filtrum, ka morë njerëz është që kanë qenë bashkëpunëtorë të Serbisë, të lloj metode ka përdorë për me gjunëzu apo për me qitë Ushtrinë Shqiptare e Kosovës si organizat për bashkë kriminale. Ne e dim se prokurorët këtë punë kanë, se prokurorët s'kanë ditë punë, sa më shumë materiale, sa më shumë dokumente për me mundohen me fitu rastin ata. Unë besoj fuqishëm mas pari në Zot edhe drejtësi që ata zot ta fitojnë në rastin heq. Se rasti nuk fitohet me rana, nuk fitohet me fabrikime, nuk fitohet me njerëz poshtër se të kanë trupin Kosovë dhe kokën Serbi. E kështu që du me shpresu fuqishëm se ata do të dalin faqebarë, mas pari del shteti unë faqebarë, del ushtria shqiptare e da dalin bet tani. Se ati nuk po dënohet presidenti shqiptare, as Baci Jakub, as Recep Selimi, po as Kadri Veseli, po dënohet e tërë ushtria shqiptare e Kosovës, edhe vetë shteti. Se gjëhet se tani na pas nuk po shtetin me thojza me kriminal, që është turpi më i madh në botë. Kjo unë besoj si do ta lejojnë askush, se gjykata duhet të jetë gjykatë jo politike, inshallah s'është politike, se nëse është politike për një komo konë shumë e ndamshme, se shqiptarët e Kosovës kanë përvojën e keqe nga gjykatat e Jugosllavisë edhe Serbisë, të asoj koha ku e ndënu me qindra shqiptarë, me mija vjetë në përbugje, Peba Citadema, po edhe ma herët edhe ma vone, që e ndënu në përbugje Serbe edhe Jugoslave, politikisht e ndënu, dhe është zotë që këtyre mos jenë gjykatë politike. Fjalimit i këtyre katërsh është, çka me thonë bre, atë kush më misë ata dhe me mbrojtë Kosovën, ushtrit, njerëzit e vetë, kombin e vetë, kush dhe më misë ata. Të në fjalimet, se di cila me thonë ka qenë, se cila ka qenë më misë e shoqe, se cili kanë diskutu më fort se shoqe, se cili kanë treguar ato realitetin e ato argumentet e vetat forta që i dhanë për Kosovën. Bashkëpunëtorët edhe mjesharët, të ashtu më shpallë kriminal. Ndodhë kjo kënë botë, bre. Një që ka jep 22 antarë, 56 ketë lojde e sharaj, kam bashkëpunuar edhe mjesharë. Po ti ishte gjallë, ndoshta edhe mjesharët të shëta këto me qua të mbukën e të akuzuma, pëse këtë për vendina, apo ti gjallë dhe dikush tjetër, Luan Aradini, apo Zer Paziti, e tjetëra, edhe ata kanë konë kriminal që kanë të për vendin vetë. Janë atë që kanë hubë gjymtyr trupit, që më të shpëtojnë të shumë fadiljet të tjerë, shok tonë tjerë që kanë hubë gjymtyr trupit, edhe ata kriminal lufta, edhe veteranë që kanë dhejtë njerëse në mundin, i kanë një familje të jenarë, edhe për i mërgata kanë një pëtytu kriminale. Në të kjo gjykatë është mundu të në format, edhe shkejt për pasia më këtë ke, s'kanë qenë këta ushtrije e shtetit. Ato për atë parë kam në gjuhë të gjykata, kjo së konë ushtrije e shtetit e ke. Kjo më ka befasu për prokurorëve, që ishtë qesharake, mu të thëmë turpi maj modhi shiklet 21, kur thotë s'kanë qenë ushtrije e shtetit. Po në adim se një autonomina ka morë Serbia, ne adim që këshin barabart me një Jugosllavi me gjitha republika tjera, me 6 republika, kanë qenë dhe Kosova, ka qenë barabart, veç sa në Serbisë ka posë. Ne adim që u shpallë një kushtetut në Kaçanik, ne adim që kemi tu brez pas brez, kanë tu partë tonë, më arë deri sot kujmë, e tash edhe ata mi shpallë, edhe luftën Shapapollushës, apo lufta tjera mi shpallë, kriminal që kanë tu për drejtet e veta. Kjo gjykatë tenton që historinë shqiptarë ta rishkruj, unë s'ka mundësi ta rishkruj kjo. Se si ka me posë mundësi kjo gjykatë, me bo edhe njerë shkrimin, apo mbi shkrimin, apo ta rishkruj historinë e shqiptarë. Shqiptarë kanë shkru me gjak. Me mija dëshmor, mija invadjet, me mija qindra civilt vram, këtë venin tonë martir, mi 13.000 besin, 29 natona të dënum, apo motra, gra, që shdo të thëmë, 1.325.000 vram, këna laki do këme gjak. E së më në shkru një që ka 3-4 prokuror ato, me ma shku mu historinë e kombit tem, me historinë e venit tem, shu që duhet besoj fuqishëm, se ta do dalin fitimdare. Rall, une nuk marr asnjë, po bashkëpunu me Fadilin dhe Xhavitin, me Xhavitin Sharin. Me respekti më të lartë për Ali Ahmetin, kontributin e tina, një ndër themelues është që më thos, unë nuk do të them se do të morëm, na do të morëm apo. Po hala s'ke mendos as datë, as ditë, as formën e po me sa di, na zotrim duar kysh. Kto a di. Shoqatat do dalën nga luta, 3 shoqatat do dalën nga luta, nuk do të rinë duar kysh me veteran, bashkësh me shok tur me këtë edhe me shoqi civile do të bisedojmë, do të ulim shumë shpejt për hopat tash mas 17
shkurt që një protestë e madhe mbi 100.000 vetë, Prishtinë që i përgëzoi gjithë ata qytetarë në atë kohë të ftohtë, se unë janë halon, si sa këtu, po i përgëzoi ata qytetarë që kanë marrë pjesë, edhe shokët e mi i përgëzoi. Na do t'ulum, trisha që të dojnë nga luta, do të bisedojmë për hapat e matyshme, po na do të këqyme gjithmonë çka të tash e mas. Po pa drejtësi kena bajt na. 5 vjet Turqia, 110 vjet Serbia, 120. Tash hala pa drejtësi po dojnë atë në Evropa. Na ndajtën 5 shtete, tash hala. Kjo është turpi më i madh bre. Rinin e tyne ata, unë në rinë deme, ky në rinë vete, gjithë në rinë vete, kena humbë gjithçka, tash hala tash na tash alo edhe fëmija mi e nipat e mi me pas probleme, e nipat e gjithë shqiptarëve, seribat e gjithë shqiptarëve alo me pas probleme. Jo, duhet njerë mund gopë me neve ata. Gjak. Nëse duhet stabilitet, duhet rregull, duhet sene, mos me pas probleme, as Ballkanit, si Evropa, duhet me nëratu neve, mos me nëratu kështu. E unë kështu besoj si gjykata, ka mi thirë mendjes, gjyqtarët kanë mi thirë mendjes, edhe kanë me qenë në unën tonë, pa ju thonë atyne, po vetëm drejtësia. Gjithmonë me argumente, me fakte, me sene, që është ditën ata me argumentu, 4 që jam edhe, që ditit i argumentoj fjallin përfitore çdo sen, si presidenti, si Kadria, si Baci Jakub, si Regja, si Ken, po të fenomenal Ken, që është ditën ata. është mi, gjyqtarë, pëse atë punë mi morë parasysh, edhe pjesën negative, po edhe pjesën pozitive, edhe me qitë dhe pepeshon, mirën atë kishe. Edhe më gjithë burë më këthy, ka është e mira, ta njerës, si në shkupën Serbi me liftu, nësë kena liftu Serbi, na kemi liftu tokën tonë, teritorin tonë, ne kemi mbrojt kombin tonë. Në del një sërm që u vron një plak, një thmi, apo një grua tyre që kanë bo masakër shqiptarët. Për kundër se Serbia ka bo masakër në popull të vetë. 5 tri kafeneja panda, në pej i ka prej. Nëse kena prej ata, që ke Serbia se ka bo. Nëse kemi prej ata atër. Nëse jem në gjenizën shqiptarët së në bo masakër, na kemi bërë për ballë me ordhit çetnike paramilitare serbe, për mi largu njerë për gjithmonë. Shkijet për Kosova, kjo është.